Përshëndetje. Një ndër çështjet më së shumti të debatuara sot në studio televizive, në ambiente të ndryshme, qoftë dhe akademike, por qoftë dhe në ambiente publike, po themi siç janë hapësirat e Facebookut, është pikërisht kultura jonë, prejardhja jonë, ajo çfarë trashëgojmë ne sot, nga i kemi rrënjët tona, kush ka qenë ky dhe kush ka qenë ai që kanë qenë pjesë e kulturës sonë, sa jemi turq e sa jemi grek, sa jemi të tillë e sa jemi të këtill, sa jemi shqiptar ose sa jemi jo shqiptar. Pra është një debat që pothuajse ka përfshirë të madhe të vogël, siç i thon fjalës, por ka përfshirë të mençur dhe jo të mençur, të shkolluar dhe jo të shkolluar. Realisht ne çfarë produkti jemi? Dhe pikërisht për këtë bën fjalë ky libër, që ka për autor Milazim Krasniqin, një figurë e njohur e jetës publike kosovare, të cilin unë e ftoj në skenë për të debatuar pikërisht Përshëndetje profesor, mirë se erdhe. Pra e kam ftuar pikërisht për të debatuar dhe për të biseduar mbi këtë libër, E kujt është kjo kulturë? Profesor Milazim Krasniqi, aktualisht mësimdhënës në Fakultetin e Gazetarisë së Universitetit të Prishtinës, i njohur si shkrimtar, publicist, poet, polemist, në një farë mënyrë edhe një penë zhveshur i mendimit të tij kritik në qasjet e caktuara. E mora këtë penë zhveshur nga shpat zhveshur, po e thash në mënyrë më të drejtë për drejtë. Profesor Milazimi, mirë se të kam në studio. Ju sapo keni nxjerrë në treg qasjen tuaj të radhës që është E kujt është kjo kulturë? Ju lutem, për publikun e gjerë, nga keni marrë shtysëm për të hedhur gjithë mendimet tuaja, opinionet tuaja, qëndrimet tuaja dhe për t'i përmbledhur në këtë libër? Fillimisht ju falenderoj për ftesën që t'jem pjesë e këtij cikli të emisionesh shumë simpatike dhe që kanë një publik po ashtu simpatik dhe që transmetohet po besoj në një kohë shumë të mirë dhe të begat. Ndërsa sa i përket këtij libri që e ka një titull provokativ, E kujt është kjo kulturë, në këtë libër kam përfshirë një cikël studimesh të mia, të cilat lidhen me ato që quhen studime kulturore, që është një shkencë për kulturën dhe që ka një histori interesante të kësaj fushë. Nevoja e madhe ndër ne, pra ndër shqiptar, është që të studiohet kultura edhe një herë nga e para, me një fjalë të rishikohet, të riinterpretohet, sepse në periudha të ndryshme ka pasur dominant diskursi ideologjik edhe në interpretimin e saj,